Horoskopi ditor e martë 18 mars 2025 dashi. Sot mund të merrni disa lajme pozitive në aspektin sentimental. Ndoshta mund të takoni një person interesant që do të shndrohet në një partner serioz. Sa i përket aspektit financiar, këshilloheni që të mos bëni shpenzime për gjëra që nuk ju nevojiten. Demi. Disa lajme të shkëlqyera mund të vinë sot, ndoshta nga partneri juaj. Mund të ketë të bëjë me mundësinë e tij për të zhvilluar karrierën që do t'ju gëzoj pa mas. Në marrëdhënien tuaj me miqt mund të ketë disa luhatje ose nervozizëm. Përpiquni të ruani qetësinë në çdo moment. Binjakët, a keni punuar shumë për të rritur të ardhurat tuaja? Nëse është kështu, rezultatet më në fund mund të shfaqen. Ju mund të jeni në gjendje të relaksoheni për një kohë dhe kështu do të largoni të gjithë stresin dhe tensionin tuaj. Gaforja, sot duhet të ndjeheni veçanërisht të rreqës dhe romantik. Çdo partner aktual ose potencial romantik që hasni ndoshta do t'ju kushtoj vëmendje dhe do të dëshiroj të bëj plane për të dy. Dilni nga shtëpia dhe argëtohuni pak. Luani. Intuita mund të rezultojë jashtëzakonisht e vlefshme kur bëhet fjalë për të trajtuar një situatë vështirë. Ju i dini të gjitha rregullat, i dini të gjitha metodat e duhura për çdo gjë që bëni, por sot mund të nxiteni të merrni vendime bazuar në instinkt dhe jo në logjik. Virgjëresha, disa thashe theme për një mik i cili kohët e fundit ka filluar një lidhje të re mund të nisin sot. Kjo mund të jetë një surprizë pasi nuk do ta kishit pritur kurrë nga ky person. Ju do të jeni të lumtur sepse doni që shoku juaj të jetë i lumtur. Peshorja, ndryshime të vogla në situatën tuaj financiare mund t'ua bëjnë ditën të bukur, cilado qoftë ajo, ka të ngjarë të bëjë të mundur që të bëni një blerje për të cilën keni menduar se duhet ta shtyni për një kohë. Akrepi, sot mund të ndiheni sikur mendja juaj po shpërthen. Konceptet që kur më parë nuk kishit kuptim për ju, papritmas duken më të qarta. Sa i përket aspektit profesional, sot do të përballeni me disa pengesa të pakuptimta. Shigjetari, emocionet dhe kujtimet që janë varrosur në psikikën tuaj mund të zgjohen papritma sot. Në fillim mund të mos jeni në gjendje ta kuptoni këtë. Këto kujtime mund të duken të parëndësishme aktualisht, por do të kuptoni shumë gjëra prej tyre. Bricjapi, sot një mundësi mund të zhvillohet në diçka më të madhe, dikush që e njihni mjaft mirë, por kur nuk e keni menduar si një partner të mundshëm mund të tregoj papritmas një interes sentimental për ju. Mendohuni dy herë përpara se të merrni një vendim. Ujori, një ndryshim në rrethanat tuaja të punës mund të sjellë një ndryshim pozitiv për ju. Përpiquni të analizoni aspektin pozitiv dhe negativ të këtij ndryshimi. Në dashuri, raporti juaj do të jetë i qëndrueshëm. Peshqit, disa njohuri që fitoni sot janë të përshtatshme për të bërë një ndryshim të rëndësishëm në çfarëdo projekti krijues për të cilën ju po punoni dhe po derdhni djers. Një mik apo partner mund t'ju ndihmojë në një farë mënyre. Tregoni më shumë kujdes në raportin tuaj sentimental.